A e dini se në një jam mirënjohës rralla parë mysheqarëve që na kanë pritur jashtëzakonisht bukur senatorët nga Kosova. Ja shpreh një falënderim mysheqarëve edhe të gjithë komuniteteve të shqiptar. Për shkak që na kanë pritur tamam, kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Nga Libofsha pastaj pa të marrë këtu rreth viteve 67 kemi ardhur këtu në fshatin Hamil. Marrëdhënia jonë ka qenë pozitive, gjithkohën. Tashi dhe incidente problemeve dhe nevojë që kemi, por jemi dhe shumë pajisore dhe shumë dashamirës. Nëse të tjerë do na vlerësojnë për atë që çfarë jemi dhe çfarë mund të bëjmë, ne jemi një komunitet që do pak vëmendje më shumë. Fshatin e Gruas, për shembull, në zonën e Libofshës, në rreth Libofshë, shkojnë caron për të mbledh lule. E kur shkojnë atje, ka behari, i kishë marrë jetja për ujë, kishin kërkuar ujë në familjen e Vjerrit. Denuncën atë kohë, e ke parasysh ishim akoma pa u lidhur misi kështu edhe i thonë ato romët, moj gocë dhe në bjesh pak ujë, i qanë ujë, janë zjerë me qini si që ishtë në atë kohë me kana që më të më. Në atë kohë edhe kur ikin ata e thyen godën. E thyen godën. Edhe thyen godën, shkon të shtëpia, i thotë të thema godën se piu. Edhe erdhi puna unë e mora dikur edhe kur më pa që unë me rom të pia kafen, e pia supozojmë një birra, një diçka, ngeri krejt e befasuar. Pse? Në atë zonën e tyre për shembull në atë kohë nuk ishte rom. Tjetër, shkojnë, ne kemi shku tërkohën, po shkojnë që kemi pas ne të arrujnë dhe ata. Të kalojnë mirë, nuk ka gjë më të mirë se kur arrin të merresh vesh me dikë. Pse do të kesh kohë kundërshtar? Ke sa më shumë miq, sa më shumë shok. Ajo mendoj që është gjë më e bukur.